Baba Ilias ishte mjek, ai mjekoi shqiptarët, mjekoi partizanët shqiptarë, mjekoi qytetarë dhe fshatarë në Shqipëri. Dhe ja doli pastaj që mbas lufte ta takoj vajzën në Firenze. Asnjëherë Lia Tosi nuk hoqi dorë si njohuri Shqipërinë, edhe pse muret na ndan, edhe pse u bllokua pamja, ajo jetoi me kujtimet e teatrit dhe në emër të atyre kujtimeve, në emër të respektit, të mirënjohjes, të falënderimeve, në emër të një historie të patreguar siç duhet të shqiptarëve që shpëtuan italianët, Lia Tosi shkroi. Një respekt i jashtëzakonshëm për çdo grua dhe burr që shkruan, sepse ulet dhe kujton. Ulet dhe tregon. Kjo është e jashtëzakonshme. Lia ka tashmë një kohë që është pa kohë, sepse ju e shikoni, ajo nuk po e tregojmë sa vjeç është, sepse asaj nuk i pëlqen, por nuk është fare e rëndësishme. Ajo nuk ka mosh. Ajo ka vetëm një kujtesë fantastike dhe është nga dëshmitarët e fundit të një historisë që meriton të tregohet, sepse është historia jonë. Duhet ta tregojmë ne.